partia jam unë. Pra 58.000 votat janë të mia vëlla, nuk janë tuat. Por nëse 58.000 diferenca për 58.000 votash zbehet në këto palë zgjidhje, atëherë nuk është Edi Rama, është opozita që është e përçar. Po. Dhe është pastaj futen faktorët Po e tjerë. nëse Edi Rama fiton më thellë. Nuk fiton, s'ka shans. Po tani nëse fiton, ore ne marrim hipotetike tani. Asnjë mundësi. Nëse futet Agroni dhe Adriatiku. Asnjë zero. Po ata do futen më po. Jo, nuk futen. Nëse fillojnë me këtë që nuk e dua këtë, nuk e dua atë. Jo, Adriatiku ka thënë unë do e mbështes. Adriatiku do e mbështes. Po nuk mjafton vetëm Adriatiku pra. Duhet Luli po të them, mos them, jo Luli lulët. Duhet Goni, duhet Adriatiku. Nuk ndodh për shembull në optikën time. Sot unë nuk e di do të bashkon do të zoti Bina i gjithë këtë frontin opozitar. Ato Bina e bashkon, si thuash, tiparet e kandidatit që donin këta. Tiparet që donte Goni dhe Tiku. Tani nuk bashkon frontin opozitar. Ta thonë mi që duhem kështu me tipare, po du si do e vendos dhe emrin. Unë mendoj vetëm një gjë, unë mendoj vetëm diçka. Mendoj këtë gjë, që në gjithë të panoram, në gjithë të situat, ajo që prevalon, dhe po ta them e njerë, unë mendoj që zoti Florian Binaj, pavarësisht se ka pamje dhe nuk ka asnjë mëkat, nuk do arrit dot të bashkoj të gjithë frontin opozitar. Po e marrë sigur bashkuar. Po dakord, unë po marrë këndvështrimin në kontekstin që s'do bashkojnë dot. Po okay, bën vaki. Po të marrë këndvështrimin tjetër anëri që demokratët sot janë edhe të zhgënjur me zotin Berisha, sepse dha shumë premtime dhe nuk mbajti asnjë. Vetë brenda Partisë Demokratike kishte zëra që shprenin dëshirën për të kandiduar, që kishin marrë rezultate të mira. Vetë zoti Berisha nuk dënjoi të zgjidhte. Po, çfarë? Dhe në gjithë të panoram, ndodh shpeshherë që pa kënaqësia të filloj të punoj kundër. Asnjëherë në botë. Dhe në këtë rast, kur zoti Binaj do dalin fushat, mund të sabotohet brenda degëve, mund të sabotohet. Adriana Kalaja pse do sabotoj? Adriana Kalaja ka thënë është i Sorosit. Po lemër, s'ka problem, pse do të sabotoj? Po se është i Sorosit, nuk më zgjodhen mua, do thotë, kanë zgjedhur një të Sorosit. Po ishte kështu që po si isha unë e shkatroj partinë, Adriana Kalaja s'meriton një ditë e 3 në atë parti. Po tani unë nuk e di këtë gjë, po kështu ndodh ajo. Unë nuk po them se e di ti. Ore, po në momentin që nëse prit pra tani, nëse unë mendoj se këtu te kjo zyre jemi bashkë të dy. Po. Dhe unë them tani, te kjo emisionit do t'jem unë drejtues. Po jo më valla, se kemi lënë pa drejtues, do thoshti. Po si isha unë drejtues, ju jeni maskarej. Atëre duhet largohem unë, ose kjo gjë duhet ndarë njëre për gjithmonë, se s'munde me strekëndsha në përkëm. Po, në parti... Për shembull, unë dëgjova dikë tjetër, dëgjova një kandidat tjetër që e ka shprehur edhe temin, për shembull, dëgjova ishte një intervistë që kishte shprehur edhe dëshirën për të kandiduar. Dhe kur erdhi puna tha, me mua tha, unë dhe jem daç në vijën e partë frontit, daç në vijën e 10, për mu nuk ka rëndësi. Unë këtu jam për këtë gjë. Në parti politike ka ndodhur 100 herë që sabotojnë nga brenda tani, se ta bëni po e bëjmë sikur ka plot emra ka sabotuar. Po ta zgjidhi Berisha, unë ta zgjidh. Dakor, po them ajo gjë që ndodh. Po këtu s'mund të funksionojë fakti që po si isha unë sabotova. Atëherë ky është ekip. Po nuk është ekip më burse ka ndodhur. Atëherë i bie është një tuf legenash, list maskarejsh që po si isha unë mos më plasi as për partinë, as për demokratët. Më plasi për veten time. Partia Demokratike është në moment të vështirë. Po është në moment të vështirë. Jo, në moment vështirë se e kanë lënë vetë ta. Po dakord, nuk ka rëndësi kush e ka lënë, rëndësi ka që është moment vështirë. Po ka antidot. Dhe po nuk Adrianën që te rrugë. Mirupafshim, zoti zonj. Dili qik të dera për jashtë. Nuk e bën do zoti Berisha atë që. Po nuk e bën. Sepse asnjëri nuk del. Adriana do flasë ai është. Nuk del njeri ta thot publikisht unë do punoj kundra te mor burr. Si, pa kuptone, kur s'din këta. Po unë marr vesh. Në Fier punuan kundër PD-s. Kush? Në Fier. Kush e? Ore individ brenda. Një dy, po. Si një dy. Po një dy s'ka punoj Gazbardi kundër PD-s. Po ty punuan dy prej individëve kryesor punuan kundër. Po jo Gazi pra. Ato, kush e di kush dhe fati i tyre? Po qa fati i tyre, në regull janë ata, 4 vite do jenë deputet, pas 4 vite, po, s'ka në si interes, pra, qa ndodhë, edhe vetë, Anëri,
ke pasur edhe deputet PD-s që ishin në Tiranë, që ishin në qarqet ndryshme dhe në qarqet e tyre punoni kundra PD-s. Po, dhe përse kanë punuar kundra me njëri tjetrin. Po këtë po të them, po kanë punuar kundra, por sot Rama e drejton PS-n me dorë të fortë, kurse zoti Berisha i ka rënë pushteti. Sepse zoti Berisha ka premtuar 100 gjëra që nuk kanë mbajtur fjalën. Kurse në Partinë Socialiste amortizimi janë benefitet ekonomike. Në këtë moment vetë, në qoftë se PS-ja fiton akoma më thellë, në qoftë se PS-ja fiton akoma më thellë, do punoj kundra Adriana Kalaja, po nuk është hallit Adriana më fare. Dhe edhe 5 Adriana tjera. Të gjithë bashkë bëjnë 5.000 vota. Nga 40.000, po themon ty sigurt ketë firë nga 5 vjeça, prapë do ngelen 35.000 vota. Kështu që nuk ka lidhje me atë që po them unë që Rama del bluff me kandidimin për Bashkinë Tiranë për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit apo ku dëgjon, ç'a ishin ato? Më prapë, kur u bën të tjerat në 2023. Po ç'a muaj ishin se 2023. Në prill u bën do ato se kështu si u bën prill-maj, s'maj mendon. Prill-maj kanë qenë ato sa. S'po e di njëri mirë. Ideja është që gjithë kjo betejë për sabotuar PD nga brenda nuk i jep rezultat. Në kontekstin qofse Floriani, si kandidatur përbashkon Agronin, Adriatikun dhe element partive tjera si që është Atlantiket, me që këta nuk shkojnë të PD-s, është Berisha dhe janë luftë për vullën dhe për këtë. Për 50.000 vota, mos të arrish dot të marrësh minimalisht 75% apo 80% të tyre ti sjellësh parti, përmes një kandidati apolitik, që s'është as i nënës as i njerëkës, dhe nëse ti pasaj do të qesësh, si thua stërkëmsha, për të qenë pengesë më saktë kësaj të këtij projekti politik